Të dashur miq të televizionit Alsat, kam kënaqësinë që të jem këtu së bashku me profesor Izet Currin dhe studenten e tij Fikrie Mema, të cilët do na flasin sot më tepër për një ekspozitë që zhvillohet që dje, ditën e sotme dhe deri nesër, një ekspozitë e cila është e përvitshme, por që këtë vit është dhe homazh për Frosinë Kulakovën, një studente e këtij instituti e cila humbi jetën tragjikisht pak muaj më parë. Faleminderit që jeni pjesë e emisionit ton sot dhe faleminderit që nëpërmjet artit tuaj bëni ekspozita të tilla që dhe ne të tjerë të cilët nuk jemi në botën e modës dhe të artit të mund të shijojmë këto kreacione. Jo, qysh nuk jemi në fushën e artit. Jo, kjo ekspozita nëse shkolla jonë e ban si cilën vjet në mars me temë të lirë të studentave ashtu, po në fund vitit ka gjithmonë tema me temat e më, po si vjeta kanë aty pak shumë delikate se kemi humbur një studente që kanë një vajzë shumë e mirë, shumë e sjellshme, shumë e talentume, edhe edhe i kemi bën këtë studentat kanë dashur me ia bën omazh. Ato i kanë bën kreacionet omazh të saj. Më thoni pak, si e keni njohur ju Frosinën? Frosina, ajo vetë ka ardhen se viti 4 kanë ajo, ka ardhen me print, a regjistruar të na, edhe ka pas tregu i ka thonë print vetë që unë vetëm qatë fakultet shkoj. Edhe ka një person i bukur, një person i mirë, i këndshëm kështu, edhe kur o vanoj kemi ardhën në shkollë, pëse vanove, konflet. Dhe më kam zonë gjumi, që tërkushtojnë jo autobus, jo shisha, jo zdike me rrejt, jo drejt. A kanë shumë e mirë. Shumë e mirë, që nuk ashtë ma. Fikrie, më thuaj për ty, si e ke njohur ti Frosinën? Si do e bashkë me në gjithmonë? Frosina ka qenë një kolege dhe mike shumë e mirë. Energjia e saj po mungon në shkollë, ishte shumë e hareshme, energjike dhe pozitive, dhe shumë unike në jetën kohë. Me kreacionet e saj, me shumë ngjyra dhe forma të ndryshme. Seriozisht do na mungoj kreativiteti i saj. Padyshim. Siç edhe ju e thatë, kjo ekspozitë është veç me një traditë në institutin tuaj. Pse vlerësuat se këtë vit do ishte mirë që të ishte pikërisht një omazh për të dhe çfarë simbolizon kjo për institutin tuaj? Kjo solidariteti, respekti për tjetër, dashuria që ajo për mua shumë me rëndësi. Unë edhe të na fakulteti funksionon nërmet krejtve shumë, edhe pse është shumë profesional, po shumë familjar, shumë të afërve. Jeni të gjithë si një familje? Jo, familje s'kati, familjen, jo, po qashtu unë e tretoj se unë i marrë këta sikur me konë fëmijët e mia, janë krenaria jeme, perspektiva jeme. Unë du këta që të bënë matë mirë se unë nuk e kanë kollaj, ama mënonë. Gjithsesi, edhe ekspozitat e kaluara kanë treguar se ju keni student mjaft të talentuar. Më thoni pak për ju si tashmë pothuajse një dizajnere dhe e diplomuar. Sa më rëndësi mendoni se është ne të bëjmë omazhe për njerëzit të cilët nuk janë më mes nesh pikërisht nëpërmjet artit, në këtë rast nëpërmjet modës? E mira e gjithë kësaj është se Frosina ka lënë diçka pas që mund ta kujtojmë. Edhe kjo është më e pakta që mund të bëjmë ne për të. Mund të më tregoni pak më tepër për këtë ekspozitë, çfarë koleksionesh do ketë, sa punime do ketë përafërsisht, cilat do të jenë ato elemente që do dominojnë ose ngjyrat që do dominojnë? A ka diçka të tillë ose ka qenë më shumë e lirë? Ndryshojnë kanë kaluar ato koha që me thonë çfarë ngjyra ka si vjeti, se ngjyrat nuk i vendosin kreatorat, nuk vendos kreatorët çfarë ngjyra kanë më bajt, po vendos ai që blenë. Edhe na i bajmë koleksionet, i bajmë këtë, po rruga vendos.
jo kreatori. Se ju i bajnë 20 modela, mëse i shqit një veç 2. E qështu do janë moderne. E qështu po. Po na kemi për fund vitit, se si cilën vit ka tema, se është ma kollaj kur kanë studentat një teme ku diçka me përcjell, po shembal kemi pas tema që është moda në piktur, po është atër hullumtojnë i gjenë piktorë të diçka që me, por një kulturë generale. Se një dizajner du të me pas një farë kulturë, kur një generale. Edhe kemi pasën tema që janë konën femrat në modë, që se ma shumë i njohin njerëzit burrat, e di. Mirë po ka pas shumë gra që janë konë kreatorët modës, se ato e din Chanelin e s'di shka, mirë po ka pas shumë tjera që janë konë për tërë botën. Edhe masën e kemi pasën moda në sinema, në kino, ebe si vetën është moda në muzikë. Se të një dizajner të natë, e zgjedh një këngëtarja, një konga, një stil të muzikës edhe e banë modelin qështu. Dhe me janë të lirë me banë se shka të dojnë. Mirë, po në vitin e 4, atëherë ato duhet ati se kanë pas kohë 3 vjetë me mësue edhe e bajnë një koleksion me minimum 20 silueta. 20 silueta. E zgjedhin temën vetë, ja se konsultohen me neve, po e bajnë, e aty shihet identiteti edhe stili një studentit, pse i ka përgjësijet e mdoja. Edhe në kësi vjetë ato kanë fillu e studentat me bajnë për fund vitit muzikës, edhe profesorët marrin pjesën, më kanë shti edhe une me marrë pjesë, edhe une e këmë zgjedh një këngëtare, edhe ta baj kostimin, po une e kopjoj kostimin, taman, sukur që shakona i këngëtari, edhe ajo ka me pas një katalog, ka me pas filat, ka me pas ekspozit për fund vitit. Dhe të shtu. Dhe ne do jemi patjetër dhe atje. Më thuaj pak Fikri edhe ti, a në këtë ekspozit me çfarë do prezantohesh ti dhe si vlerëson dhe kreativitetin dhe të kolegëve të tjerë? Si e dini, kjo ekspozit është homazh ndaj Frosinës, edhe të gjithë jemi mundu të bëjmë diçka në bazë të stilit të asaj, duke përdorur edhe shumë ngjyra, sepse ngjyra e paletave të saj ishte me shumë. Edhe jemi mundu në bazë të ngjyrave dhe siluetës ta kujtojmë atë. A ka ndikuar në kreativitetin dhe realizimin e këtyre punimeve dhe ajo gjendja emocionale që kur e mendon se po bëhet një homazh për dikë që ka qenë me sigurt, që ka qenë aq i dashur? Folni për Frosinën, po? Po. Këtu janë pak emocionet më të prekshme se dikush që ka shku edhe shumë tragjikisht. Dje kanë ardhën këtë familja e vetë edhe për asaj lagjës e akone, si që patemnin ajo, ko? Edhe kanë ardhë 50 vetë. 50 vetë që me na vizitue me neve, ebe shumë emocionet e forta, që por na e kemi pak që jemi të fesë muslimane, e kemi pak ma kollaj, se jemi besnik. Edhe thëmë që e dikush e ka vra, atë qikën ati, po thëmë që pi Allahit. E kemi pak ma kollaj. Ato jo, ato e kanë pas shumë zorë. Në shport print teative është shumë zorë. Ashtu t'ja konë aty shumë e prekshme, aty kur t'i shif 50 vetë kanë ardhën e për ata. Qështu, po. Ne i kemi gjithmonë aty me emocionet, kur t'i bajmë pse
me trema, unë gjithmonë edhe një fund me kepe, me vizatuar, tutna, a ka me pëlqy. Dhe me kemi pak paranojak, e di, edhe rumi atëherë edhe në adrenalin, edhe emocionet janë më të forta. Tashtë janë 3 vajza që kanë me bënë sfilatën, këtu në Fashion Week që kanë diplomue, kanë bënë koleksionet, edhe piqetashtë dridhen. Po? A do jenë pjesë e kësaj ekspozite dhe krijimet e Frosinës? Po, vetë se janë. Kjo ekspozitë zgjat vetëm 3 ditë. A do kenë mundësi ata të cilët dëshirojnë për t'i parë këto krijime dhe më vonë si do jetë kjo? Thashë ajo Frosina ka konë edhe shumë punëtorë, ajo e ka pas vizatu edhe këtë koleksionin, se ajo ka pas me pregadit koleksionin e diplomimit. Ajo e ka pregaditën këtë me skica, me këtë ato mundët ato, po mundët me ardhë me na konsultu, do të aloj tavolinën deri në fund vitit shkollor, që ashtu të mujnë me ardhë njerëzit me na pyetën, a printe vetë, s'di shka. Mirë po, ajo ka me konë në mendimet tona, po thojnë mallë teme, unë jam i gazibabas, thojnë i gjalli me të gjallin, i vdekti me të vdektimin, edhe shka me onë. Kjo ekspozit besoj se ka qenë sa emocionale, aq kreative, i ka pas të gjitha gjërat brenda. Po si e vlerësoni ju kreativitetin e të rinjve, domethënë atë aspektin dizajnerëve të rinj ditëve të sotme në ekspozita kjo aktuale apo edhe në të tjera, apo edhe në kreacione të tjera? Besoj më mirë profesori mund ta tregoje këtë pjesën, sepse vetë se ka kalu disa gjenerata, mirë po për gjeneratën që jam momentalisht unë, me të vërtet ka shumë studente talentum dhe me shumë pasion. Këtu kanë marrë pjesë edhe disa studentët e vjetër, po kanë marrë pjesë edhe ma i rivi student që janë 14 vjeçar, një vajzë. Shumë e talentume, dhe me këna këtë viti parë, viti dytë, viti tretë, viti katër, këtë kanë marrë pjesë. Unë nuk i ndaj, edhe në fund vitit, kur kemi sfilatja, se kur kemi ekspozit, nuk i ndaj, edhe viti parë, edhe viti dytë, ka një herë bajshin fjallë të shka mu përzi, unë jam viti 4 me vitin e parë, po mirë nuk ka asoj drama të na, se shansat e njerëve të nuk i ndaj. A mendoni se janë kreativ të rinjt sot? Ndëgjënit të na. Fakultetet modës ka plot këtu, po i joni shka, na nuk jemi fakultet atipik. Shka do me thonë ajo atipik, na nuk i respektojmë reglat e ministrijës që ka dhonën duhet kështu, a mune si respektoj atë zona, të na është 50% është fakultet, 50% është pije modës. Edhe shkat vizatoje një dikush, edhe një student, aje edhe e realizon. Një student që e kryin fakultetin të na, aje nuk mejt pa punë. Krejt punojnë. Unë e formoj njerëzit që të mësojnë zanatin. Ashtë e na shkolla jonë, ashtë një vend ku mësohet. Jo kur mija diploma, ku mësohet. Edhe diplomat në japme, kur të tërgoj shka ke ban. Ke ban koleksionin e të japme për që të diplomën. Po, edhe janë ato që vend të na, janë të pasionuar. Ato që shkojnë në fakultetet tjera, atje shkojnë, atje janë vetëm teorike, edhe thënë, unë jam designer, fashion designer, po, apo e kep një pull? Jo, unë jam designer, unë s'kep i pulla. Besoj se dhe Fikria dakordot me këtë, se pashe ishte duke e konfirmua, po, ashtu është. Më thoni, profesor, çfarë mendoni se i mungon modës sot? Modës? E mungon talenta, edhe ato që punojnë, kur gjo tjetër. Kur gjo tjetër. Rinia e sot që me tonë shtë lasdrume.
pse është i lasdrume? Pse ka zgjedhje? Thotë si mos ta kriko, ta shkoj këtu, shkoj atje. Generacionet tona, kur ka thonë nana edhe baba kemi e bon këta edhe i kem shilgojen, edhe s'ka atje. Edhe s'ke pas qare pa mësue. Nuk do me thonë që na imi konë ma talentum, po imi konë ma punëtor. Edhe unë ju thamë studentave që ta dini që nuk ka shtëpit modës në botë, që nuk e lip talentin edhe dikush të mirë. A jeti pjative. Sot neve shtëpijat e modës se ka studentat tonë që punojnë, veprojnë në Francë, në shtëpijat më të mëdhoja botërore. Pa, nuk janë shumë, janë 3, mirë po, këtë shtëpijat e modës të Francës na kontaktojnë, me thënë, viti 3, viti 4, viti 3 me na i pru me kërën, duhet me ditë me kep në dorë, duhet me ditë me kep maqine, duhet me folë frëngjisht. Edhe ato që lipin talent, atëra, a jeti pjative. Edhe thojnë këta, ama shumë be ka të kreatore kjo. Jo, është i talentum, se një shtëpi e modës, është finansat e mëdhoja, kushton një kreator me e marrë në punë, një dizajner, ka përgjithësia të mëdhoja, se shkat vizatoje një dizajner, fabrikat prodhejnë. Që së mundësh me shku ati që nuk di. Edhe, po, të na i kemi shansën, unë mendoj që 80%, edhe pësa është shkollë e vogël, 80% e vazhdojnë profesionin. 20% jam e bukur, edhe ja bajnë like me telefon, edhe baj fëmi, dashurona, ka pjative, ama shumica këtë janë ato që vinë të na e din që është edhe teori, edhe praktik. Vinë me qëllimet qarta. Unë ju falenderoj shumë për këtë bisedë kaq të këndshme dhe ju dëshiroj shumë suksese në këtë ekspozitë dhe në çdo ekspozitë tjetër të cilën ju do e prezantoni. Ishte kënaqësi. Faleminderit shumë për ftesën edhe sidomos për për studentët e reja. Super. Faleminderit edhe ju për ftesën.